Ti duhet jesh I fundit që të vish këtu në këtë kuvend dhe në atë foltore edhe të flasësh për atë protest. Më gjej një vend në botë, Sali, ku protestohet kundër qeverisë, por edhe kundër opozitës dhe liderit të saj. Një vend më gjej, Sali, një vend. Ajo foltore nuk është tribun politike dhe as podium për zakonin tënd të vjetër, Sali. Dezinformimin. Më shiko në sy, Sali, më shiko. Si që dezinformove shqiptarët pak minuta më përpar për reformën territoriale, ashtu I dezinformove edhe për shtëpinë time. Ndryshe nga ty, Sali, unë nuk kam privatizuar asnjë pllëm toke shqiptarëve, por kam lidhur një kontratë për prenotim apartamenti I cili nuk ka nisur, Sali, por ti di vetëm të dezinformosh dhe ndryshe nga sa që e ke transmetuar ti në ato mediat e tua ku pastron parat e pisa, ndryshe me sipërfaqe e ndryshe me çmim, Sali. Ky je ti, vetëm një gjë di të bësh, të dezinformosh. Faleminderit. Ky parlament në mënyrë absolute nuk përfaqëson vullnetet e qytetarëve shqiptar. Bashkimi Evropian proces të integrimit në krye të radhës përcaktoi dy detyra më kryesore. Reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireform, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumt nga mbar territori I vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodh? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e ODIR-it, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale, rajonale të Këshillit të Europës. E vërteta është që faqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi I Bashkimit Evropian në Tiranë, kanë treguar mbështetje të plot dhe interes të madh për këto dy reforma. Pritmas Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Përfundoni, ju lutem. 25 bashki nga Konispoli në Krum, në të gjithë territorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë të shpopullimi. Ndaj edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mblidhet çdo natë në rrugë dhe shesh të Tiranës. Bashkohuni kësaj proteste për të mbrojtur
interesat më jetike të komuniteteve tuaja nga një politik. Faleminderit, zoti Berisha. Përfundoj koha. Përfundoj koha. Çfarë e mbylli? Mori edhe 1 minutë më tepër, e mbylli. Bëuni pak më pozitiv. Që njëra me drejtësi me vërtet në absolute. Është ajo që thotë nuk ka përfaqëson, sepse ju përfaqësoni banda, kritikë, jetë, korupcion, Faleminderit. Zoti Taulan Balla, procedurë. Është nevojshme të sqarohet opinioni publik mbi një dezinformim tjetër që sapo u krye në këtë sallë lidhur me një reformë të rëndësishme, sikurse është çdo lloj reforme që ka për synim përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Komisioni posaçëm i reformës administrative territoriale duhet ta themi ka bërë një punë tepër të lavdrueshme. Dua t'i falenderoj të gjithë anëtarët e komisionit, qofshin ata të grupit parlamentar të Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike. Është punuar për muaj dhe jemi në momentin që në konferencën e kryetarëve, sepse ju e keni parlamentin si shkollë nate, vini kur ju teket, ikni kur ju teket, po këtu ka një proces. Në konferencën e kryetarëve kemi pasur një diskutim të qëndësishëm javën e kaluar. Kemi vlerësuar punën e komisionit, punën e bashkëkryetarëve. Nuk pati një kërkesë të dakordsuar nga bashkëkryetarët për zgjatjen e afatit. Nuk erdhi nga komisioni një kërkesë dhe personi që sapo gënjeu këtu duhet ta di që në komisionin tjetër, atë të reformës zgjedhore, zoti Bylykbashi dhe zoti Gjiknuri sollën kërkesën. Komisionit nuk solli një kërkesë, edhe të njëanshme nga ju. E përpasoj, jemi në kushtet që komisioni e ka mbaruar aktivitetin. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk parashikuam një instrument që të vihet në seancë plenare dhe të sillen raportet. Bujrum, sillni ju raportin tuaj, zoti Mazniku dhe deputetët e Partisë Socialiste të sillin raportin e tyre, dhe gjithë e dim që nuk ka në datë 23 nuk do të ketë një votim, sepse nuk mund të ketë një votim, do të ketë e para një raportim, mbi bazën e atij raportit, pastaj ka një proces i cili i përfshin komunitetet, dhe këtu dua t'i sqaroj gjithë ato komunitete që kanë lexuar lajmet rreme. U tha këtu Kruma, Bashkia Has pra, jo Kruma. Bashkia Has nuk preket, sepse gjithë e dim është një zonë me një tradit, edhe Mirdita e madhe u preka, Mirdita e madhe nga thashe themet që pas ngrënë dhe goni thashe themi. Tani, një sekond, po s'kam si e para është që duhet mësosh. E para është që ka një proces. Procesi fillon me raportin. Raporti i kësaj... Përfundoni, ju lutem. Ta mbaroj 10 sekonda, ju lutem, zoti kryetar, se është një çështje me rëndësi. Kështu që për të gjitha ato, procesi involvon komisionin e çështjeve ligjore më pas, pasi të ke kaluar 60 ditë që detyron ligji për konsultën nga komisionet. Në shtator do të kemi përsëri kohë për diskutuar, kështu që qetësojeni shpirtrat, ktheuni prapë, vazhdoni pushimet, se mos keni ardhur për këtë çështje. Po që se keni ardhur për këtë, nuk ka votim ditën e njëjtë.
Ikni, vazhdoni pushimet, kur të vini prap, flasim prap shtator. Faleminderit. Qytetari zvarritet, zyrtari mbrohet. Për qytetarin e zakonshëm ligji është i menjëhershëm, është i ashpër, është brutal. Për pushtetin ligji është elastik, ligji është i negociueshëm, ligji është i pasbatueshëm. Ky nuk është standard evropian. Kjo nuk është barazi para ligjit. Kjo është pikërisht ajo që Komisioni Evropian flet për cënimin e mekanizmave të kontrollit dhe ekuilibrit në krijimin e një perceptimi të pandëshkueshmërisht, ajo që ndodhi pikërisht me Belinda Ballukun, që është zyrtarja par excellence që ky parlament e ka mbrojtur, ka ngritur kartonat dhe sot është kthyer dhe një pengesë për procesin e integrimit. Raporti evidenton gjithashtu se mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit është ulur gjithmonë më shumë. Kërkesat e opozitës për komisione hetimore janë rrëzuar në mënyrë sistematike. Konsultimi publik vazhdon dhe është thjesht procedurë dhe jo efektiv. Projektligjet me pasoja shumë të rëndësishme depozitohen në minutën e fundit nga deputet, pa analizë, pa konsultim, pa llogaridhënie. Në 3 vite radhas i komisioni kërkon në mënyrë të vazhdueshme atë që e quan cënimi i policisë së shtetit ndaj korrupsionit, mungesa e financimit të publik të medias, kur e njëjta frazë përsëritet vit pas viti, kjo është mënyrë diplomatike për të thënë se qeveria nuk ka bërë asgjë. A është Shqipëria Europiane ajo e cila i çon medias drejtorinë e tatimeve vetëm pse Televizioni News 24 mbron protestën, e pse Televizioni News 24 sot është pro protestës? A janë këto standarde europiane? A është kjo Shqipëria që qytetarët kërkojnë për te interesave politik? Ky është modeli që duhet lexojmë edhe pas gjuhës raportit. Progresi ndodh aty ku institucionet janë të pavarura, ku ka monitorim ndërkombëtar, ndërkohë që aty ku është qeveria, aty ku influencohet drejtësia, pikërisht aty ka regres. Prandaj çështja nuk është nëse qeveria flet për Bashkimin Evropian. Sigurisht që qeveria flet çdo ditë. Çështja është nëse qeveria i zbaton parimet dhe sjelljet e saj tregon se kjo qeveri nuk beson e nuk ka dëshirë të ecë përpara. Nuk mund të pretendosh se Bashkimi Evropian është njëkohësisht edhe të sulmosh institucionet e drejtësisë, edhe kur ato hetojnë njerëzit e pushtetit, e nga ana tjetër të refuzosh mbikëqyrjen parlamentare. Nuk mund ta valvisësh flamurin evropian e të miratosh ligje me porosi. Nuk mund të shpallësh suksese në arsim kur rezultatet e nxënësve bien. Nuk flet dot për inovacionin kur investon 40 herë më pak se mesatarja europiane. E nuk e kërkon besimin e qytetarëve kur ligji vepron ndryshe mbi doptin e ndryshe mbi të fortin. Qeveria e do Evropën, po e do vetëm si slogan, nuk e do si sistem vlerash për qytetarët, e do si fotografi, po nuk e do si kontroll mbi pushtetin, e do si konferencë, po nuk e do si barazi para ligjit, e do si afat elektoral, e slogan elektoral, po nuk e do për transformimin e shtetit. Unë besoj që Partia Demokratike në këto vite ka bërë maksimumin edhe për te ndasive tona, që ne çështjen e integrimit ta çojmë në çdo platformë. Derisa këto parime për cilën ne sot luftojmë të jenë jetën e qytetarëve shqiptar, integrimi nuk shpallet do t'i përfunduar, vetëm pse është mbyll një kapitull në letër. Shqipëria nuk ka nevojë për një Europë fasad. Shqipëria ka nevojë për Evropën e vërtet, në shkolla, në gjykata, në arsim, në ekonomi, në parlament, në marrëdhënien e përditshme të qytetarëve. Ky është integrimi që qytetarët shqiptar meritojnë. Ky është integrimi që ne do luftojmë çdo ditë për ta dhënë shqiptarëve që nuk vjen kurrë me majorancën socialiste, nuk ka ardhur 13 vite e nuk do vi sot. Faleminderit. Faleminderit. Pika 4 e renditës, projekt rezolut për vlerësimin e vëretarisë avokatit të popullit për vitin 2025, në bazë të nerit 103, pika 7 e rregullorës kuvendit, paraqet sot raportin vjetor të veprimtarisë avokatit të popullit për vitin 2025, avokati i popullit zoti Endrit Shabani. Ta mbaroj fjalën, të lutem. E ftoj zotin Shabani të futet në sallë dhe pasi të dëgjojmë për procedurë zotin Bardit, marr fjalën. Zoti kryetar, ju nuk mund ta provokoni opozitën duke sjellë për të raportuar në këtë seancë një njeri që është zgjedhur në kundërshtim flagrant me kushtetutën, në një pozicion kushtetues që do duhet apo presupozohet
të mbrojë të drejtat e njeriut. Zotria që juve sa ftuat këtu ka mendimin tuaj në një falsifikim të pastër parlamentar, procedura parlamentare, ka keq përdorur vullnetin e deputetëve të opozitës për të uzurpuar një pozicion kushtetues. Dhe sa kohë kjo çështje është në shqyrtim nga gjykata kushtetuese, zotria mund të shkojë të mbajë një fjalim te partia vet, po kurse si të vijë dhe të sillet tu si avokat i popullit. Nuk kemi nevojë për të dëgjuar një njeri që s'ka ngritur kurrë zërin në gjithë këto muaj, është sjell si një ushtar partie, por as një ditë vetme si avokat i popullit. Prandaj ju lutem, ta largoni nga ambientet e sallës së seancave plenare, sepse nuk kemi nevojë të dëgjojmë një ushtar të Edi Ramës duke u hequr sikur është zgjedhur avokat i popullit. Keni shkelur kushtetutën, grupi ynë parlamentar ka ndjekur rrugën institucionale dhe është drejtuar gjykatës kushtetuese, sako gjykata kushtetuese ende nuk ka dhënë një vendim, ne do duhet të respektojmë këtë sensibilitet të opozitës. Zotria le të vi, ftojeni, e keni bërë praktik, cili do që shkel ligjin, cili do që shkel kushtetutën, ju e ftoni të raportoj në grupin tuaj parlamentar, me sa mora vesh keni mbledhje të premten të pallati brigadave, ftojeni atje të raportoj, sepse ai është avokati juaj, jo avokati i popullit, jo avokat i qytetarëve shqiptar, jo avokat që gëzon besimin e gjysmës shqiptarëve që përfaqësojnë këtë sallë nga opozita parlamentare. Prandaj ju lutem, kalojmë të diskutimet e deputetëve, zotria të marrë makinën e të shkoj andej nga ka ardhur. Faleminderit zoti Bardhi, për ju nuk është detyrim të dëgjoni apo të qëndroni në sallë, ndërsa për mua sekretari i Kuvendit është detyrim të zbatoj rregulloren edhe të jap fjalën sipas rendit ditës avokatit të popullit, i cili në vendim të konferencës kryetarëve ka sot dhe të rregullores, ka sot të drejtën e vet të lexojë raportin e veprimtarisë së avokatit të popullit për vitin 2025. Ju lutem respektoni institucionet kushtetuese, lironi foltoren, mos prishni seancën. Është e drejta juaj ta dëgjoni apo jo, por nuk është e drejta juaj të pengoni të tjerët ta dëgjojnë, dhe qytetarët gjithashtu. Lironi foltoren, ju lutem. 5 minuta pushim derisa të lirohet foltorja.